dje për të larguar nga gjykata kushtetuese armikën Sonila Betja, gjykatëse kushtetuese, e emëruar në vitin 2020 me dekret të presidentit Ilir Meta, gjykata kushtetuese vendos, duke shkelmuar mbi ligjin e vet, të shpall jashtë çdo lloj kompetence ndër prerjen e mandatit të saj. Përcaktimi kushtetues në nenin 125.6 se përbërja e gjykatës kushtetuese përtrihet çdo 3 vjet me 1/3 e saj sipas procedurës së përcaktuar me ligj. Sipas procedurës përcaktuar me ligj. Është transkriptuar, është mishruar në ligjin organik të gjykatës kushtetuese, neni 86.4 në të cilin sanksionohet përtritja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese deri në vitin 2022 do të bëhet sipas skemës së parashikuar më poshtë. Pra, përtritja me 1/3 si të parashikon kushtetuta, ligjvënësi e ka quajtur të drejtë ta mbajë gjërë në vitin 2022. Cili do që kishte kundërshti për këtë përcaktim të ligjit, që është ligj organik të gjykatës kushtetuese, kishte të drejtën t'i drejtojë parlamentit, i cili mund të amendonte ligjin. Por këtë nuk e bëri as sa dushi, edhe njëherë, i marrë peng nëpërmjet vettingut, të cilin kundërshtim me kushtetutën nuk e bëjnë publike, e mbajnë në sirtar, fshet, sekret, këtë gjëja. Ne sigurisht do e bëjmë publike. Qoftë vetë Bajram Limjoni, por dhe gjykata kushtetuese ishte të drejtë, i kërkonte parlamentit, jo opinion për kandidaturat, se nuk ka asnjë tagër parlamenti për këtë, siç veproi. Por kishte të drejtë i kërkonte parlamentit si ligjvënës të përcaktonte qëndrimin ndaj legjislacionit, i cili është për sa kohë është në fuqi, është zbatim dhe vetëm zbatim. Tani, këtu kemi përveç kësaj, nuk po citoj një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2011 të qëndisur nga Sadushi,
se ai nuk meriton të citohet në asgjë në analët e jurisprudencës përgjithësa është iniciatori i një akti të tillë puçit vërtet brenda institucioneve. Çfarë thot Komisioni i Venecijës? Së dyti, duhet të hiqen vitet fikse të fillimit dhe mbarimit të mandateve 9-vjeçare. Gjyqtarët kushtetues duhet të gëzojnë gjithmonë një mandat të plot 9-vjeçar. Sonila Betja ka filluar detyrën në vitin 2020. Ja çdo lloj dyshimi përveç rrethit të kuq si armike e narkoshtetit, ajo nuk mund të prekej mandati gjerë në vitin 2028. Dhe thot, vazhdon Komisioni i Venecijës, gjyqtarët kushtetues duhet të gëzojnë gjithmonë një mandat të plot 9-vjeçar, edhe nëse janë zgjedhur me një farë vonese, sepse është rasti tipik, rasti konkret, ose nëse marrin një mandat që është ndërprer para kohe. Sonila Betja është zgjedhur në vendin dhe mori mandatin e Besnik Muçit, i cili u detyrua brenda një muaji apo 2 të dorëzojë mandatin. Dhe është zgjedhur për një vend që ishte vakant nga 2016. Por, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, sipas ligjit të gjykatës kushtetuese, sipas opinionit të Venecias, sipas vetë kushtetutës, mandati i saj nuk mund të ndërpritej. Mandati i saj fillon, mandati i gjyqtarit, thot kushtetuta, fillon në momentin që ajo bën betimin, ai ose ajo bën betimin. Po këtu është gjë e paparë ndonjëherë. Gjykatësit kushtetues nuk kanë kushtetut. Presidenti ka xhepin dhe s'ka kushtetut. Sa dushi kodin e mafjes dhe s'ka kushtetut. Kur ndonjëherë shteti shqiptar nuk është fyer dhe poshtruar në një mënyrë të tillë, një shtet siç ka ndodhur dje. Po mund të shpun ka gjykata kushtetuese.